Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Takohemi edhe sot bashkë për të qëndruar deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim transmetimin e sotëm me një lidhje direkte me kolegen Alketa Shaba, e cila ndodhet si çdo ditë pranë prokurorisë së posaçme. Alketa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Fiore. Dje kreu i prokurorisë së posaçme ka raportuar në KLP në lidhje me punën e SPAK për gjatë vitit 2024. Cilat ishin pikat kryesore ku ndal kreu i prokurorisë? Atëherë, sa i përket raportimit që kreu i SPAK Altin Numani bëri ditën e djeshme përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pra kur raportoi veprimtarinë apo punën që ka kryer Prokuroria Posaçme Antikorrupsion për gjatë vitit 2024, disa ishin nga pikat, po themi, kyçe apo edhe më kryesore të raportimit të tij, por edhe të përgjigjeve që zoti Numani dha përpara kryetares së KLP zonjës Mira Bogdani, si dhe ndaj 7 antarëve të tjerë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilët duhet të thonë që kishin rreth 20 pyetje për kreun e SPAK sa i përket të gjithë punës që ka bërë Prokuroria Posaçme Antikorrupsion në arkun kohor të 12 muajve të vitit që lam pas. Disa nga gjërat, po themi, më kryesore të asaj mbledhje e cila u zhvillua ditën e djeshme ishin pikërisht u fol për statusin e prokurorëve, një gjë në fakt shumë e rëndësishme që është diskutuar shumë madje edhe kohët e fundit, një gjë tjetër ishte edhe strategjia për të goditur si dhe për të identifikuar krimet zgjedhore që mund të shënohen për gjatë kësaj periudhe deri në datën 11 maj vitit 2025, kur do të mbahen dhe zgjedhjet parlamentare. U fol po ashtu për masat e sigurisë, por nga ana tjetër zoti Altin Numani adresoi disa problematika me të cilat po përballet Prokuroria Posaçme Antikorrupsion dhe me të cilat është përballur edhe për gjatë vitit 2024 përpara qeverisë së prokurorëve, përpara antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pra adresoi edhe një herë të problematika, gjë që në fakt i ka artikuluar edhe më herët, por i theksoi sërish në mbledhjen që u mbaj ditën e djeshme në KLP. Sa i përket statusit të prokurorëve, zoti Numani tha që të gjithë prokurorëve të Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion në momentin e mbarimit të mandatit 9 vjeçar, atyre duhet u jepet e drejta për të rikandiduar sërish, pra mos të jetë një përzgjedhje, po themi, automatike prokurorëve në SPAK, por të bëhet një rikandidim dhe në këtë mënyrë Këshilli i Lartë të Prokurorisë mund të vlerësoj pastaj në rast se prokurorët që kandidojnë do të vijojnë sërish në Prokurorinë Posaçme apo jo, pra sipas tij duhet të ketë një garë në mënyrë që prokurorët e SPAK-ut të vijojnë sërish punën në këtë strukturë të posaçme dhe mos të shkojnë në Prokurorinë e Apelit. Nga ana tjetër u fol edhe për çështjen e zgjedhjeve, ku zoti Numani theksoi edhe një herë bashkëpunimin e ngushtë që ky institucion po bën me Prokurinë e Përgjithshme, por edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku tha se ka grupe të ndryshme të cilat janë shpërndar tashmë në terren në të gjitha qarqet e vendit, grupe prokurorësh, agjentëve të Buros Kombëtare të Hetimit, por edhe staf administrativ i Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion, të cilët do të jenë në dispozicion ndjes për gjatë gjithë kësaj periudhe deri në momentin që do të mbahen zgjedhjet në mënyrë për të identifikuar krimet të zgjedhore që mund të ndodhin, pa në rast do të ketë apo jo blerje votash, dhe në mënyrë për të regjistruar, po themi, procedime penale në Prokurorinë Posaçme Antikorrupsion. Ai nga ana tjetër duhet thënë që foli edhe për numrin e ulët të referimeve që ka patur nga ana e institucioneve shtetërore, por edhe nga ana e policisë së shtetit. Ishte një problematikë që zoti Numani adresoi përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke thënë që ka një ulje të këtij numri, pra ulje të numrit të referimeve nga ana e institucioneve në kundrejt, pra apo referimeve të cilat mund të vinë pra në Prokurinë e Posaçme Antikorrupsion, lidhur me çështje të ndryshme, lidhur me zyrtar apo ish zyrtar të lartë, lidhur me verbra të ndryshme penale të cilat janë kompetencë e Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion. Por nga ana tjetër foli, pati një pyetje që u adresuan nga njëri prej antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sa i përket dhe masave të sigurisë të cilat caktohen apo kërkohen nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion dhe më vonë firmosen nga gjykata e Posaçme Antikorrupsion, dhe u vu theksi pikërisht tek masa e sigurisë arrest në Burg si një masë shtrënguese, dhe sepse nuk ka, po themi, apo pse nuk ka masa sigurie të shpeshta për pezullim nga detyra, dhe zoti Numani bëri një krahasim mes personazheve të krimit organizuar dhe atyre të cilët hetohen nga Prokuroria Posaçme Antikorrupsion për vepra korruptive, duke thënë që SPAK-u për dhe prokurorët e këtij institucioni janë të kushtëzuar të caktojnë masën shtrënguese të arrestit në Burg ndaj personave të cilët janë pjesë e krimit të organizuar dhe janë të kushtëzuar të caktojnë këtë masë sigurie, duke qenë se bëhet fjalë për vepra të rënda penale,
ndërkohë që përsa i përket zyrtareve apo edhe ish zyrtareve të tjerë të lartë, të cilat janë hetuar për vepra penale të korrupsionit apo për vepra të tjera të penale që lidhen me pastrimin e parave apo me abuzimet e ndera, ka patur plot raste ku janë hetuar pa asnjë mas sigurie. Nga ana tjetër, siç thash, ishin edhe disa pika të cilat zoti Dumani i adresoi si problematika përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, siç thash, përveç numrit të ulët të referimeve, nga ana tjetër ishin edhe sulmet që zoti Dumani i ritheksoi edhe një herë, sulmet që Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion është ndeshur për gjatë vitit 2024, sulmet që kanë ardhur nga mediat, nga politika, por nuk kanë munguar dhe sulmet nga krimi i organizuar, për gjë për të cilën zoti Dumani tha se pavarësisht këtyre sulmeve që kanë ardhur në drejtim të këtij institucioni nuk kanë dalur puna e SPAK-ut për të vijuar, po themi, hetimet të cilat janë nisur pikërisht nga kjo strukturë, apo edhe nuk janë frenuar, po themi, për të caktuar dhe masa sigurie kur e kanë parë ata të nevojshme lidhur me çështjet që kanë patur në hetim për gjatë vitit që lan pas. Nga ana tjetër u fol edhe për një tjetër problematik që ka të bëjë pikërisht me mos ekstradimin e shtetasve shqiptar të cilët jetojnë apo po themi qëndrojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe siç dihet nuk ka ende një marrëveshje bashkëpunimi mes Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë, dhe ka një sër personazhesh apo shtatasë shqiptar të cilët kërkohen sidomos nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion dhe më së shumti lidhur me krimin e organizuar që kërkohen nga kjo strukturë dhe që strehohen në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe zoti Dumani tha që mbetet ende një problematik pikërisht mos ekstradimi i këtyre shtetësve për shkak se kërkohen për llogari të Prokurorisë Posaçme Antikorrupsion, por edhe nga vetë shteti shqiptar lidhur me kryerjen e disa veprave të ndryshme penale. Nga ana tjetër, u adresoi po ashtu edhe mungesën e kompetencës gatuhet për subjektet shqiptare, statusin e specialistëve i cili trajtohet në punën civile, apo edhe disa pika të tjera të cilat në fakt zoti Dumani i ka theksuar edhe her pas here. Nga ana tjetër, përveç përgjigjeve po themi që dha, bëri edhe një shkurtimisht një përmbledhje të punës që ka kryer Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion në për gjatë vitit 2024, dhe ishte një raport, po themi, pak a shumë që u depozitua edhe pranë Kuvendit pak ditë më parë, ku zoti Dumani tha ndër të tjera edhe që për gjatë vitit 2024 janë hetuar 33 ish zyrtar të lartë nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion, për foli po ashtu edhe për asetet për pasuritë e sekuestruara dhe konfiskuara nga SPAK, të cilat ka një numër në rritje, po themi, të këtyre pasurive që kanë ardhur pikërisht si pasojë e hetimeve që ka kryer Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion për rastet e korrupsionit, por edhe të krimit të organizuar. Falenderoj shumë, Alket, për këtë raportim të saktë, të gjatë, të detajuar. Kërko linjën, të lutem, sapo të ketë diçka të re. Ne do të shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe do të jemi pas pak me avokatin Tom Gashi në Kosovë për të diskutuar rreth situatës politike atje. Jemi në breaking, do të shkojmë në këto momente në Prishtinë, atje na pret avokati i njohur zoti Tom Gashi. Përshëndetje. Shëndetje, Fiore. Dita erdhi, avokat, është data 15 prill dhe pyetja që bëjnë të gjithë, po sidomos qytetarët e Kosovës, është a do të konstituohet kuvendi sot? Po faktikisht sot është epilogu i zgjedhjeve të 9 shkurtit, dhe tani veç po i shohmi që shumica e deputetëve kanë arritur në sallën e Kuvendit të Republikës Kosovës. Në ora 10 do duhet të ishin të gjithë aty, dhe besoj që në pak minuta pas orës 10 do të kemi edhe emrin zyrtar të propozuar nga lëvizja vetëvendosje, se kush do të propozohet për të qenë kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse lëvizja vetëvendosje ka këtë drejtë, me qenë se është fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit. Mendoj që ka emra të cilët po përmenden për shkak të koalicionit të eventual të mundshëm edhe jam e bindur që për shkak të burimeve të shumta nuk ju mungon informacioni i saktë, dhe do doja ta ndanit me ne, avokat. Po e them që kjo, themi kështu, befasi faktikisht për pak minuta edhe mund të jetë mendim apo opinion i hapur dhe të jetë një informat 100% e sigurt. Mendoj që ka kalkulime të ndryshme dhe njëri prej personave që mund të propozohet nga lëvizja vetëvendosje mund të jetë edhe zoti Fatmir Rimaj. Me qenë se duket që koalicioni me te thyes është i përfunduar, edhe pse zoti Rimaj nuk e ka konfirmuar te, mirë pas nuk e ka mohuar, por duke pas parasysh deklarimet e tij të mëhershme se ai faktikisht do t'i bashkohet kujdo që është në gjendje që ta formoj qeverinë e ardhshme të re të Republikës Kosovës,
dhe duke e ditur që lëvizja vetëvendosje ka fituar brendshëm këto zgjedhje të 9 shkurtit, atëherë po i bie që ai do t'i bashkohet lëvizjes vetëvendosje, mirë po mund të kemi edhe surpriza të tjera të deputetëve faktikisht që janë në parti të tjera, në parti të opozitare që kanë mbetur përsëri në opozit, qysh nga viti 2021, dhe besoj që sot do të jetë dita e zgjedhjes së qeverisë së Kurti 3. Sido që të jetë, procedura është pak a shumë e këtillë që fillimisht do të jetë ai më i moshuari, që është zoti Avni Dehari, i cili do të udhëheqë përkohësisht Parlamentin e Republikës Kosovës, dhe ati do t'i bashkangjitet më e reja, faktikisht personi më i ri në moshë, që është nga partia, nga PDK-ja, dhe do t'a udhëheqin bashkarisht këtë mbledhje, ku do të formohet një komision i përkohshëm që do duhej pas propozimit për kryetar të kuvendit të Kosovës, kuvendit të Parlamentit të Kosovës, do t'jenë aty edhe 5 kryetar, prej të cilëve 2 do t'jenë prej pakicave. Ajo që ne më tepër më na intereson, se besoj që nuk do t'jetë problematike formimi i kuvendit të Republikës Kosovës, edhe pse kalkulimet mund jenë të ndryshme, Fiori në rast se për shembull dështon ditën e sotme formimi apo themelimi i kuvendit të ri të Republikës Kosovës, atëherë ajo që është afat ligjor janë 2 ditë, 48 orë, dhe gjithmonë do të përsëritet situata pak a shumë e njëjtë. Mendoj që nuk ka arsye vetëvendosja që ta shtyjë këtë afat, meqenëse se fituese zgjedhjes, dhe deri më tani janë konfirmuar 56 deputet që do të votojnë qeverinë Kurti 3, por besoj që do të kemi befasira të këndshme dhe nuk do të ketë fare dilema. Pra ju mendoni se Kurti i ka siguruar votat për të krijuar qeverinë? Mendoj që po për shkak të presioneve të lloj-llojshme nuk janë bërë publike emrat e të gjithë atyre që përkrahin lëvizjen vetëvendosje, në kuptimin që thuajse të gjithë deputetë e pakicave që jetojnë në Kosovë përveç listës serbe, sepse ata fare nuk na duhen, e kanë konfirmuar, do të thotë që prap do të jenë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, vetëm njëri prej pakicave ka dhënë paksa apo ka lënë paksa dilema, por besoj që kjo ka qenë taktikë e tij dhe kjo taktikë mund vlej deri ditën e sotme, deri pas pak minutave. Mendoj që kjo është Avokat, ju e dini që emri i zotit Limaj ka qenë më i përfoluri ditët e fundit, edhe nga opozita, por edhe nga lëvizja vetëvendosje. Pat se sipas burimeve tuaja me gjasa Fatmir Limaj do të propozohet për në krye të kuvendit të Kosovës. Mund të jetë njëri prej emrave. Po, pra, dhe që është favorit, të paktën deri tani. Ka patur një lloj rezistence edhe brenda vetë lëvizjes vetëvendosje për këtë emër, pra për emrin e zotit Limaj? Sigurisht që ka pas, por kalkulimet janë të tilla, saqë sigurisht që do duhej t'i ofrohet një post, meqenëse ai definitivisht sipas meje do të bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosje dhe meqenëse i ka 3 deputet, 3 vota, janë thuajse të mjaftueshme që të kemi qeverinë Kurti 3, por duket që ka kalkulime që ai partia e tij të marrë edhe një prej ministrive të rëndësishme, por gjitha këto po e them që duhet presim edhe pak që të jenë informata zyrtare. Sido që të jetë, po e them që të gjithë janë të gatshëm dhe deri më tani përveç që askush nuk është marrë me listën serbe dhe pse ata kanë shkuar 2 ditë më herët sepse është obligative që të nënshkruhen si deputet të ri të kuvendit Republikës Kosovës, e sa ata janë të Kosovës e të Serbisë besoj që e dim dhe nuk është dita e sotme që të flasim për ta. Nëse nuk regjistrohet dikush prej deputetëve përveç nëse ka arsye të themi shëndetësore apo ndonjë arsye të vlefshëm, ai nuk mund të jetë deputet pa u nënshkruar dhe besoj që të gjithë deri më tani e kanë kryer këtë obligim fillestar. Kështu që pas orës 10 do të kemi ngjarjen më të madhe, themi që pason pas zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe besoj që gjithçka është në rregull, meqenëse ka pas edhe kohë të mjaftueshme për shkak se kanë kaluar disa themi javë derisa janë certifikuar zgjedhjet, gjithçka ka qenë rregull, gjithçka ka qenë demokratike, nuk ka pas asnjë vërejtje themi madhore, ka pas aludime të vjedhjes së votave nga ana e LDK-s për shkak se lëvizja vetëvendosje ka paraqitur ankesa, e ka dërguar deri në gjykatën supreme dhe pastaj rasti ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. Mirë po sido që të jetë, themi që është thuajse gjithçka e mbyllur sa i përket zgjedhjeve, tani presim formimin e institucioneve. Ju shprehni me një siguri gati absolute që Albin Kurti do arrijë që të krijojë qeverinë. Ndërkohë,
Thatë që do të ketë surpriza për gjatë seancës së sotme, për gjatë ditës së sotme, sepse edhe ato vota që mungojnë, janë siguruar në një farë mënyre. Ne kemi diskutuar shpesh për gjatë bisedave tona në lidhje me skenarët e mundshëm. Kemi përdorur edhe termin bler, pra a do të arritë të blej deputet, të rekrutoj deputet. Çfarë ka ofruar Albin Kurti për të bindur qoftë edhe ata deputetë opozitës të bëhen palë me të? Dhe që është normale që në një shtet normal dhe demokratik si që është Kosova, dikush që i fiton mbi 42% të votave të atyre që kanë votuar me nëntë shkurt që tjetë ajo partije cila do t'i themeloj institucionet kryesore dhe institucioni kryesor është qeveria. Shtu që nuk besoj që janë blerë, themi apo peshkuar deputet saktuar, por si që kemi thënë shumë herë, si që kam thënë faktikisht Fiori shumë herë, mendoj që do të përdoret ajo fjala magjike si që është përdorur shumë herë gjatë zgjedhjeve të kaluara, me qenë se tani kemi konstituimin e parlamentit të nëntë të Republikës Kosovës, legjislacioni i nëntë, që është interesi i Kosovës, që Kosova është në një situatë, themi paksa më ndryshe, që janë një lloj udhkryqi me qenë se faktikisht gjithçka po ndryshon në aspektin global, dhe mendoj që interesi i Kosovës do t'i shtyjë ata që të votojnë për qeverinë Kurti 3, me qenë se nëse eventualisht nuk bëhet kjo, atëherë mund të kemi jo vetëm ditën e sotme, por mund të kemi përsëritje faktikisht të votimit, që është në duar të presidentes, do të jep një afat kohor që mund të jenë 15 ditë apo pak më pak, dhe nëse dështon faktikisht në mënyrë eventuale, po e them hipotetike, atëherë opozita e ka topin në duar të veta, mirë po duke e ditur që ata nuk po mund të merren vesh faktikisht sepse po qëse do të merreshin vesh, ata do t'i fitonin zgjedhjet nëse do të kishin garuar. Ka patur deklarata të forta, avokat, ditën e djeshme dëgjova një intervistë zotit Abdixhiku, ka lëshuar deklarata të forta për të mos thënë që ka goditur ashpër zotin Kurti për votat e deputetëve minoritar, duke thënë se nuk mundesh edhe t'i akuzosh për bashkëpunim me Serbinë, edhe më pas t'u ofrosh ministri. Po e citoj në këto momente. Po, kështu ka thënë sepse kam dëgjuar edhe unë, mirë po Albin Kurti nuk ka deklaruar kur, sepse një deklaratë e tillë nuk mund të gjendet, që partitë minoritare apo deputetë të tillë që po bashkëpunojnë me Serbinë, mirë po ka thënë që më ka presion nga Serbia, sepse Serbia direkt po ndërhyn faktikisht në zgjedhjet në Kosovë, duke u bërë presion disa prej deputetëve minoritar, mirë po jo që ata janë bashkëpunëtorë të Serbisë, sepse këtë Albini Kurti nuk e ka thënë. Janë persona të tjerë që përmendin shpesh herë Serbinë, lidhjet kinse të Albinit që i ka, që thot faktikisht të personit që nuk duhet ta përmendëm në çdo intervistë, sepse dihet kush është ai, mirë po kjo është një deklaratë e cila nuk ka kurfar bazë, kurfar peshe. Ajo që mund të ketë befasi edhe nga deputet të LDK-s, edhe të PDK-s, edhe të partive të tjera opozitare, që në prizmin tim disa prej tyre do ta votojnë qeverinë Kurti 3 dhe asgjë nuk është e keqe, asgjë nuk është që nuk e kemi pa më parë në koalicione të mëhershme, dhe besoj që gjithçka duhet bëhet për interes Kosovës. Mendoni se do të ketë jetëgjatësi kjo qeveri? Po, është pyetja kryesore se kush do të jetë vitin e ardhshëm presidente apo president. Unë po e përsëri, nuk po i bëj reklam, besoj që Vjosa Osmani është ajo që është e qelluara, sepse ka bërë punë të mira për këto 4 vite, mirë po sido që të jetë, ajo është në duar të deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe duhet të jenë më tepër se 80 deputet vitin e ardhshëm për ta votuar presidentin, respektivisht presidentin, dhe këto matematika politike atëherë mund ta ndryshojnë krejtësisht situatën, saqë mund të fare lehtë mund të shkojmë në zgjedhje të parakohshme qysh vitin e ardhshëm, ndërsa ajo që është interesi i taneshëm momental është që mos kemi bllokim faktikisht të formimit të institucioneve, sepse kjo shkon në dëm të shtetit tonë dhe janë faktikisht projekte shumë të mëdha, të cilat po presin që të kemi parlamentin e ri, që të kemi qeverinë e re dhe që këto projekte të realizohen, qoftë ndihmat që na jepen nga Bashkimi Evropian, qoftë ndihmat të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet të tjera, mirë po ligjet të caktuara duhet të votohen me mbi 80 deputet. Dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë faktikisht Kosova
mund të mbetet, si që thonë anglisht, në një stand-by, po kryer nuk është interesi i askujt. Sido që tjetë, ne me njëherë presim edhe heqjen e këtyre masave të padrejta që janë ndaj Kosovës dhe që janë thujase që 2 vite, për shkak se Kosova nuk ka gabuar asgjë, se cili shtet apo Bashkimi Evropian në tërësi që i ka dhënë këto masa që janë në një vlerë rreth 300 milion euro, besoj që e din që në shtetin e tyre kur nuk do të lejonin struktura paralele të një shteti armiqësor dhe të tjera që nuk po e përsëris vetveten Fiori, sepse sot dita e sotme është krejtësisht për diçka tjetër. Dhe me që jemi tek zoti Limaj, ka informacione se cilën ministri ka kërkuar zoti Limaj gjatë bisedave paraprake, duke qenë se that pak më parë që mund t'i besohet një ministri e rëndësishme? Kjo është mendimi imi, nuk besoj që është i gabuar, por si do që tjetë për mendimet mia, unë jam përgjegjësi vetëm vetë, është folur, themi që mund ta marrë ministrinë e tregtisë. Mirë po jo ministrinë e infrastrukturës, siç dikush pretendon apo mendon, sepse kjo ministri faktikisht do t'jetë besoj e mjaftueshme për një parti siç është Nisma me 3 deputet. Dhe ne kemi, themi, këtë sindrom faktikisht të partive të vogla, gjë që ka qenë edhe në Shqipëri për decenje të tëra, ku zoti Ilir Metaj me një parti të vogël shpeshherë ka vendosur se cila parti, Partia Socialiste apo Partia Demokratike do t'i fitojë zgjedhjet. Kështu që pak a shumë ne kemi pas më herët faktikisht Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që me 7-8 deputet në kohën e Ibrahim Rugovës dhe më vonë kanë nxjerrur kryeministrin nga partia e tij, ka qenë zoti Ramush Haradinaj, dhe këto parti të vogla në sistemin çfarë kemi ne në Kosovë, pak a shumë është i ngjashëm edhe në Shqipëri, shpeshherë janë vendimtare se kush do ta qeverisë me vendin për një periudhë të caktuar kohore. Ndërkohë avokat, kemi edhe deklarata të forta që vijnë nga zoti Haradinaj, sidomos në drejtim të zotit Limaj, ku thotë se është një tradhti e turpshme, sepse ne kemi votuar për ndryshimin, jo për të bërë aleancë me Albin Kurtin. Janë këto deklaratat të forta që vinë, deklaratat forta nga ana e Abdixhikut, deklaratat forta nga ana e Haradinajt. Pra, nuk është e qetë situata politike në Kosovë. Ndaj edhe pyesa do të ketë gjatësi, a do të jetë brisht nëse arrin Kurti ta krijojë qeverinë. Do janë prallat të zotit Haradinaj dhe besoj që shumë herë e kam thënë, po e them edhe një herë, po e përsëris këto deklarata do thotë jo pa kurfar baze, po deklaratat jo ekuilibruese faktikisht e kanë dëmtuar tepër shumë zotin Haradinaj personalisht në kuptimin e kryetarit të aleancës dhe vetë aleancën e kanë dëmtuar. Saqë kjo doli në koalicion me Nismen, ajo fitoi vetëm 4 deputet. Dhe po që se nuk do të ishte në koalicion me Nismen dhe me parti të tjera të vogla, besoj që nuk do ta kalonte pragun zgjedhor aleanca e zotit Haradinaj dhe ndoshta sigurisht që edhe Nisma e zotit Limaj. Këto deklarata nuk besoj që nuk ja vlen të komentohen sepse po e bëj vetëm një pyetje. Në rast se siç pretendon zoti Haradinaj për shkak të inatëve që i ka apo çfarëdo lloj arsyesh që ai mund t'i ketë, që çdo natë apo çdo dytë natë në televizionet të Kosovë e përsërit një prallë të tij që Albini qenë ka spion i Serbisë, punon për interesat Serbisë, paguhet nga Serbia, herë përzin Serbinë me Rusinë, herë Rusinë me Serbinë, po si është e mundshme pra që ky komandant i ushtrisë ligjore të Kosovës të shkojë ditën e sotme në parlamentin e njëjtë me dikën që punon për interesat Serbisë dhe që është kryeministër i Republikës Kosovës dhe atë në 2 mandate, dhe që sot pritet që të ketë mandatin e 3. Do thotë kjo është diçka që trurit të shëndosh të një njeriu normal nuk ja merr mendja, do thotë që mund të jetë deklarata serioze dhe si është e mundshme. Do thotë që të shkojnë në parlamentin e njëjtë ku e paska kryeministrin, themi kështu, siç përdora i terme shpeshherë argat të Serbisë, spion Serbisë, që punon sipas tij për interesat Serbisë, për agjendat të Serbisë dhe gjëra të tjera, saqë besoj që nuk ja vlen as ti përmendim dhe unë po du që mos t'i them këto sepse janë diçka që nuk ja vlen për shikuesit e juaj që të dëgjojnë fjalë të tilla, posaçërisht për dikën i cili ka vlerat e tij pa kontestueshme për periudhën e luftës, mirë po pas luftës duket që gjërat pak a shumë kanë ndryshuar. Ndërkohë, do të kalojmë në një tjetër çështje, në një tjetër diskutim. E kam fjalën për Sudanin, i cili
tashmë ka njohur Kosovën, ka sjellë reagime të shumta, sidomos nga Beogradi zyrtar, ndërkohë që analistë të shumtë shprehen se pa kontributin e Turqisë kjo gjë nuk do të ndodhte. Nuk diun çfarë ndikimesh mund të ketë Influencën, le të themi. Po, ne faktikisht shumicën e njohjeve as që do t'i kishim nëse për ne nuk do të bënte, faktikisht nuk do të na ndihmonin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania dhe shtete tjera mike, sigurisht që në këto shtete bën pjesë edhe Turqia, mirë po çfarë ndikimi ka mund të ketë, unë nuk di, e di që është mirë që i kemi dy njohje për më pak se 1 muaj, është Kenia dhe Sudani dhe tani numri është 190 shtete, gjë që është mirë për ne dhe pa marrë parasysh. Duke qenë se kishte një kohë të gjatë që nuk kishte njohje të reja. Zhafjori, nuk mund të ketë njohje të reja dhe unë faktikisht po befasona dhe për këto njohje, për shkak se ata që kanë hyrë në negociata me Serbinë, pas shpalljes së pavarësisë Kosovës 2008, pas betonimit të pavarësisë Kosovës me aktgjykimin e gjykatës ndërkombëtare në Hag vitin 2010 dhe menjëherë në vitin 2011 hyrën në negociata përfaqësuesit e Kosovës të atëhershëm, zyrtarët më të lartë të shtetit Kosovës, hyrën në negociata me Serbinë, nga e cila përfundimisht u çliruam vitin 1998 dhe shpallën pavarësinë 2008 për çështje të brendshme të shtetit tonë. Dhe sigurisht që secili shtet ka menduar 2 herë apo 3 herë që a është zgjedhur statusi i Kosovës përfundimisht apo jo, sepse kur hyn në negociata për pjesë integrale, për çështje të brendshme të një shteti që është siç është Kosova dhe ti pranon që të hysh në negociata në Bruksel me një shtet armiqësor nga i cili je çliruar me luftë, atëherë normalisht që njohjet nuk vijnë. Por kjo është mëkati i atyre për Albin Kurti dhe Albin Kurti nuk mund fare të ndikojë tek shtetet të caktuara që a do ta njohin Kosovën apo jo, sepse këto negociata tani janë bërë obligative, këto bisedime në Bruksel, për shkak të atyre që kanë votuar për një çështje të zajednicës, të asociacionit, siç e quajnë me të komunave me shumicë serbe, dhe që këto janë votuar vitin 2013-2015, kur vetëvendosja nuk ka qenë fare në Parlamentin e Kosovës, apo ka qenë në opozit, dhe janë votuar këto në Parlamentin e Republikës Kosovës me 2/3 me mbi 80 deputet dhe është bërë marrëveshje ndërkombëtare. Në momentin që bëhet marrëveshje ndërkombëtare, atëre gjërat nuk lejon bashkia ndërkombëtare që mos t'i vazhdosh kontinuitet. Albini është munduar me mishe me shpirt që të parandaloj atë çfarë kanë nënshkruar ata që ka qenë Hashim Thaçi, Isa Mustafa vitin 2013-2015. Dhe faktikisht, kur ti e dëgjon, sepse ata nuk e dinë situatën e Kosovës, shtetet të tjera, po them përveç to që kanë pranuar pavarësinë, e shef që prapë po negocion Serbia me Kosovën. Atëre, si është e mundshme që ta njohin Kosovën si shtet pavarur nëse ti negocion me shtetin armiqësor për çështje të brendshme të shtetit tënd. Kështu që na i kanë krijuar këtë situatë tepër të vështirë dhe është tepër mirë jemi me fat që spaku i kemi këto dy njohje për këta 1 muaj faktikisht që ka kaluar. Normalisht që Ministria e Punëve të Jashtme, Presidentja, Kryeministri, të gjithë që janë shqiptarë, pa marrë parasysh çfarë funksioni kanë, e kanë obligim njerëzor dhe kombëtar që t'japin kontributin e tyre tek të gjitha shtetet, tek të gjithë përfaqësuesit e shteteve, pa marrë parasysh takon privatisht apo zyrtarisht, që të bëjnë faktikisht më të mirën që ato shtete ta njohin realitetin. Por prapë po e përsëris vetveten, si është e mundshme që ata ta njohin realitetin kur kanë biseduar me Serbinë edhe për çështje të territoreve. Dhe si është e mundshme faktikisht që këta që kanë qenë një pjesë e këtyre para Albin Kurtit edhe falin territore, i falin Maqedonisë 2500 hektar tokë, i falin e kemi diskutuar. Hektar tokë, nuk po i përmendëm këtë herë me emra, dhe ata mendojnë që ndoshta dikush para Albin Kurtit do të mund t'i falte tokë e shumë më tepër Serbisë, siç kanë pretenduar që t'ja falin veriun e Kosovës. Fiori, e kemi thonë 100 herë, po e themi edhe një herë. Veriu i Kosovës prizmin tim para Albin Kurtit më tepër dukej si Serbi se sa si Kosovë, edhe pse normalisht që është pjesë integrale e territorit tonë, por këta para Albinit ishin për çështje të pushtetit, jo për çështje shtetit. A është për shtet apo për pushtet Albin Kurti, do të shohim ditën e sotme që ne e dim se çfarë. Për 1 minutë nisë seanca, ju urojmë shumë suksese
Faleminderit. Parlamentit të Kosovës. Faleminderit shumë avokat për të gjitha opinionet, informacionet e detajet që ndave me ne. Faleminderit për mundësinë. Ditë të mbarë. Kalojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak për të diskutuar rreth situatës politike në vend.